se bandat e Durrësit duan të bëjnë pallate 30 kaça. Janë të panllopur, sepse kanë shok Raman. Ne prishemi shtëpia tona, kurse Muke Qendra e Arkeologjia u ngrit hoteli që ka firmos Mirjana Sako. Ke shkolla muzikës, prishet shtëpia, do bëhet lulishte, dhe lulishja do bëhet pallat. Ka ndalu pallati. Pallat nuk bëhet mos se ka dalë arkeologji. Kështu që shtëpiat e vjetra, pushmetore dënon Zoti që është lart. Këtu do na keni gjithmonë, këtu do na keni. Ne si qytetarë ju kërkojmë që ta anulloni atë projekt dhe të bëni transparencë me gjithë qytetarë që preken nga ky projekt. Sepse ato pika dhe voçkla që ju i quani, ato janë shtëpi, janë prona shumë vjeçare dhe aty jetojnë njerëz që kanë me qindra vite që aty jetojnë. Po për ju ndoshta janë pika dhe voçkla dhe nuk ju i bën përshtypje. Por dijeni se ato pika dhe voçkla që thoni ju do mbrohen ekstremisht deri në fund nga ana këtyre banorëve. Të ta keni qartë. Ky projekt ka shkelje nga të gjitha anët. Atje mrapa bashkisë janë shtëpia historike që jo vetëm që nuk vinë me i pa, me i rishiku, me i vlerësu, po dalin me prishje, natën, ditën, s'ka rëndësi. Ato duan që të bëjnë një selektim të gjithë banesave aty, dhe për këtë gjo kanë acaru gjithë banorët e asaj zonës aty, dhe jo vetëm, dhe nga krau tjetër. Dhe për këtë gjo, duhet kishin dalë së pari herë me restaurime, me rregullime, dhe duhet kishin rënë dagortësi me njerëzit. Jo të nxjerrin vendim ato për prishjen e banesave aty historike, që aty janë brezat edhe jemi trashëguar gjithë. Gjithë kjo vjen nga si pasojë e përfitimeve të asaj zone aty. Është shumë i rëndësishëm të theksojnë këtu që nga puna e gjithë këtij grupi që mbase i duket i vogël, por që përfaqëson një grup shumë të madh, prej rreth 200 pronarësh, të prekur në prona banesash apo në prona objektesh, të cilët me vendosmëri kanë rreth 10 muaj që ngrejnë zërin e tyre në mënyrë persistente, në mënyrë qytetare, duke i kujtuar të gjitha organeve të shtetit shqiptar dhe të atyre lokale, që është koha të bëjnë një hap mbrapa. Ky Këshill Bashkiak ka, sipas ligjit të planifikimit të territorit dhe të pushtetit lokal, ka mundësinë ta pezullojë këtë projekt. Dhe njerëzit sot këtu janë pikërisht për t'i kujtuar këtij Këshilli Bashkiak. Pezulloni projekti tashmë i dëshmuar me probleme pas takimit dhe që bëm me kryeministrin. Kjo administrat ka bërë tashmë një hap mbrapa duke konstatuar që ka gabime të rënda në pronësi, në lista pronësie, në lista projekti. Dhe këta njerëz tu dhe i bën shumë se këta 200 familje të cilët kanë frikë shpesh të dalin sepse kërcënohen me vende pune e me bukën e gojës, janë dëshmitar të faktit në letra dhe në raporte që këtu po bëhet një masakër e madhe, jo thjesht urbane, por njerëzore dhe historike. Ndaj ky Këshill Bashkiak duhet të vinë në pozicionin e vet si qeveri lokale, të ndaloj dhe të pezulloj projektin tit përderisa ai po rishikohet. Thirrja kudo në Shqipëri tash është, pezulloni projektet të cilat janë bërë në mënyrë abuzive, klienteliste dhe që i shërbejnë vetëm një kaste të pasurish apo nuk e di se çfarë, por jo qyteteve. Një ndër to është edhe projekti Ti Durrës, i cili na bashkon të gjithëve, pavarësisht ideve dhe pavarësisht pikpamjeve politike, në një qëllim të mbrojmë trashëgimin kulturore të këtij qyteti. Qofse këtu do ketë problematika, qofse këtu do ketë konflikte, qofse këtu do ketë gjatë, jeni ju totalisht përgjegjës. Vendimi është marrë pa u konsultuar me banorën, prandaj kërkesa është të anullohet vendimi, të niset një komision që të bëjë konsultim me banorët në të gjithë botën. është qesharake totalisht, sepse në të gjithë botën shteti ulet, konsultohet, bisedon me banorët,
dhe pastaj vendos që të marrë një vendim dhe kemi parë dhe në përmedia të ndryshme janë bërë qytete të tëra dhe familje që s'kan dashur t'i ndërtojnë kanë ruajtur atë shtëpinë e vet para 100 vitesh, 200 vitesh që kanë ndërtuar. Do Shtetet e Bashkuara ndonë në të gjithë botën. Dhe me që kaluam tek pjesa e botës, në botë, në momentin që shteti planifikon të bëj kompensime, banorët janë të bindur që do gjenë drejtësi nga ana e shtetit, nga ana e institucioneve. Ktu ndodh totalisht e kundërta. Ktu në momentin që të vjen një kompensim, tu dihet që do vjedhesh, tu dihet që do abuzohet me ty, tu dihet që ardhmja jote do shkatërrohet. Futuni ju lutem në psikologjinë e këtyre familjeve. Kanë trashëguar brez pas brezi prona caktuara. Disa prej tyre dhe i kanë blerë. E imagjinoni çfarë stresi është mendosh që do të shkatrojnë shtëpinë